Në situatën kur teknologjia digjitale ka ndryshuar ndjeshëm peizazhin mediatik në Shqipëri, ku media digjitale si websajtet, bloget, mediat sociale dhe shërbimet e transmetimit janë në rritje të vrullshme, media printuar, shtypi, është kurrur duke çuar në mbylljen e shumë gazetave. Lajmi i mirë në klimën kur thuhet se gazetat e printuara ka kohë që kanë dalë nga moda, është mbijetesa e disa prej tyre, siç është Gazeta Nacional. Doktori i shkencave letrare Muj Burçpapaj është themelues dhe drejtues i kësaj gazete javore, letrare dhe kulturore, që botohet e printuar në Tiranë dhe shpërndahet edhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe diasporë. Poeti dhe studiuesi i letërsisë, doktor Muj Burçpapaj është një nga emrat më të njohur të poezisë bashkëkohore, i botuar në 10 gjuhë të huaja dhe i nderuar me disa çmime prestigjioze ndërkombëtare. Ai është pedagog, poet, studiues, publicist, përkthyes, eseist, promovues i letërsisë dhe kulturës ndërkombëtare. Gjithashtu është themelues dhe drejtues i shtëpisë botuese nacionale, e cila boton shumë prej shkrimtarëve dhe poetëve të shquar nga rajoni dhe bota. Ai drejton edhe Institutin e Studimeve Albanologjike Nacional. Gazeta Nacional ka sjell për lexuesin shqiptar edhe shumë autor të letërsisë kineze. Nacional prej më shumë se 2 dekadash është një emër shumë i njohur i botës letrare kulturore. Fillimisht mori jetë si një gazetë, për të vijuar si radio, shtëpi botuese dhe tashmë si Institut i Studimeve Albanologjike. Si lindi kjo ide? Familja jonë është një familje dedikuar me disa breza ndaj letërsisë, arteve, studimeve të fushës albanologjike, përgjithësi të dedikimit po i themi kombëtar, dhe në fillim të viteve 2000 tregu shqiptar ishte i mbizotruar nga muzika e huaj, nganjëherë edhe black muzik, pa cilësi dhe pa mesazhe, po kështu edhe letërsia po kalonte një fazë tranzicionit të vetë shoqërisë që kishim hyrë, ku shumë vlera ishin përmbysur dhe trejat akoma nuk ishin lindur për të imponuar, dhe në një shoqëri të ekonomisë tregut ku artet dhe letërsia përgjithsisht janë jashtë vëmendjes së investimeve të mëdha, kjo ishte një ndërmarrje e familjes Burçpapaj, e vëllezërve të mi, dhe ishte tërësisht e dedikuar promovimit të letërsisë dhe të kulturës dhe të muzikës shqiptare, po kur themi shqiptarët, të gjithë shqiptarëve në rajon, për shkak se shqiptarët jetojnë në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Maltezi, në diasporë, dhe lindi nevoja që në Shqipëri të ishte një platformë e tërë e artit, kulturës, e muzikës, dhe njëkohësisht ishte një pikë takimi jo vetëm për letërsinë dhe artet e shkruara nga autorë shqiptar, por dhe të huaj. Dhe mund të themi që aktualisht jemi një nga mediat më të rëndësishme në rajonin e Ballkanit dhe të Evropës Lindore, që i kushtojmë vëmendje të jashtëzakonshme letërsisë ndërkombëtare, përfshirë edhe atë kineze, e cila ka qenë e preferuar në mediat nacionale dhe sidomos në Gazetën Nacional. Aso kohë nisma juaj tingëllonte disi e guzimshme, pasi ishte pikërisht një stacion në udhëkryqjen e tranzicionit kulturor, përbante një risi që tashmë me të drejtë konsiderohet si një model suksesi. Ke të drejtë Tom, tani mas gati 2 dekadash kjo ndërmarrje kulturore vërtet na bën krenar, sepse theu disa tabu nacional. Së pari ishte një media e hapur ndaj gjitha prurjeve letrare nga gjitha hapësirat shqiptare. Ishte një media e hapur për shkak se solli letërsinë e vendeve të Ballkanit, për shkak se ky rajon ka kaluar mosmarrveshje, konflikte, tashmë dihen në nivel ndërkombëtar, dhe letërsia që shkruhet në një vend të Ballkanit nuk njihej në një vend tjetër, po kështu edhe në Shqipëri, dhe popujt dhe shoqëritë e këtij rajoni më shumë njihnin letërsinë amerikane apo gjermane apo letërsinë tjetër ndërkombëtare ruse e tjerë, ndërkohë që pak informacion kishin për letërsinë që shkruhet në vendet fëqinje, siç ishte Malizia, po themi Kroacia, apo Serbia, apo Greqia e tjerë, dhe kjo ishte një thyrje e tabu, sepse ne i sollëm në gjuhën shqipe dhe nëpërmjet gazetës dhe botimeve nacional u bën të pranishëm. Pastaj ishte angazhimi i një rrjeti të gjerë rreth 50 përkthyezish, jo vetëm të gjuhëve ballkanike, por edhe atyre ndërkombëtare, të cilët përfshirë edhe kinezët, të cilët sollën në botimet nacionale dhe në Gazetën Nacionale prurjet më të reja dhe profilet më të njohura të letërsisë kryesisht bashkëkohore, sepse
letërsia klasike është njohur më shumë, ndërsa ky segment apo ky spektër i letërsisë bashkëkohore ndërkombëtare nifej më pak. Dhe ajo që ka më rëndësi, ne sollëm një pikpamje pluraliste, në një farë mënyrë e hapem shoqërinë e mendimit, shoqërinë e përkthimit, shoqërinë e botimeve. Kemi thirrur me dhjetra shkrimtarë të huaj dhe përkthyes të huaj të cilët kanë ardhur në ambientet e botimeve nacional, janë takuar me shkrimtarët, me artistët, me romancierët, poetët. Dhe kjo është njërisi për shkak të disa politikave të trashëguara që përkthyesit mbaheshin vetëm nga disa klane, disa grupe, nuk u afrohej mundësia për të përkthyer dhe për të njohur gjithë shkrimtarëve të tjerë. Dhe në ta aspekt nacionali vazhdon ta luaj, po themi, këtë funksion elitar, intelektual, por edhe demokratik. Për te modestisë, Muj Bushpapa është një emër i njohur në rajon, në Europë dhe prej vitesh edhe në kontinentin e largët, në Kinë. Disa ditë më parë, ju jeni botuar dhe poezia juaj në një nga revistat më prestigjioze të Kinës dhe besoj nuk është herë e parë. Ç'është e vërteta, po, jam përkthyer mbi 30 gjuhë të huaja dhe me botime librash, ndërsa të tjerat me dhjetra në revistat kryesore më të njohura prestigjioze në Evropë, në Azinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe kudo. Natyrisht një njeri modest që nuk i mbivlerësoj apo nuk rëndohem nga ky sukses, por është një poezi që unë e shkruaj në mënyrë krejt origjinale, nuk është që imitoj diçka apo i bie, domethënë si thosh, në imitim dikujt tjetër. Vetëm për poezinë moderne. Për poezinë moderne shqipe, e cila i ka rrënë dhe bazën në Alpet e Veriut dhe tek ajo poezi që është shkruar 5-16 shekuj më parë në këmbë të Mujit të Halinit. Janë botuar dhe janë mjaft të njohur emra të shquar të botës letrave si Kadare, Agolli dhe disa të tjerë. Poezia moderne vjen nëpërmjet emrit tuaj. Ç'është vërtet, po, jam botuar në revistën që drejtohet nga doktori i shkencave letrare Zhang Zhi, një poezia bashkëkohore e rëndësishme international poetry, një studiues dhe një poet i jashtëzakonshëm. Jam botuar në revistën që drejtohet nga Chris Chen, një tjetër studiuese dhe përkthyese e nivelit ndërkombëtar, por edhe në disa revista dhe qoftë fizike që janë shkruar që prodhohen në letër, të printura, apo edhe në portale të ndryshme, të cilat kanë një karakter kryesisht letrar dhe kulturor. Kjo është një gjë shumë interesante që letërsia ime, por edhe poetëve, shkrimtarëve tjerë shqiptar komunikon në gjuhën kineze me qindra milion lexues. Kina është një treg shumë i madh me rreth 30 milion libra në vit, një numër të jashtëzakonshëm lexuesish përveç shtetit të Kinës, ai lexohet rreth 200 milion lexuesi i ka në Evropë, në Amerikë, në Azi e tjerë. Jashtë Kinës gradualisht po bëhet edhe një fuqi letrare dhe kulturore me ndikim në zhvillimet bashkëkohore, apo edhe siç është nobelisti Mo Yan, i cili fitoi çmimin Nobel letërsi në vitin 2012. Unë është përkthyer me 3 libra në Shqipëri. Dhe pritur mjaft mirë. Është pritur shumë mirë dhe unë e kam botuar pjesë të librave të tij në Gazetën Letrare Nacional, por edhe fjalimin e Nobelit që ka një fjalim të jashtëzakonshëm, por edhe poetë tjerë si Zhang Zhi, Fel Ortel, Mondier, Chris Chen, edhe një numër poetësh duke filluar nga ajo që quhet poezia klasike, që është një periudhë e hershme që shkon gati në shekujt e 3 dhe 2 të erës tonë. Në rrydhën e mijëvjeçare. Po epokën e shekullit 4 të 3, po mijëvjeçar, me disa mijëvjeçar. Pastaj në shekullin e 10-13 me dinastinë Song, që është shumë interesante. Letërsinë e Mesjetës dhe letërsinë, po themi, të shekullit të 20 dhe fillimeve të shekullit të 21. Është një poezi jashtëzakonisht interesante dhe letërsi interesante. Tashmë Kina është një vend i hapur ndaj rrymave bashkëkohore moderne dhe shumë prej poetëve të saj tashmë janë poetë nivelit ndërkombëtar dhe unë i kam përkthyer nga gjuha angleze me shumë kënaqësi dhe do vijojmë që ti kemi për lexuesit shqiptar, jo vetëm në Shqipëri, por në hapësirat ballkanike. Me të drejtë thuhet që letërsia, kultura dhe arti nuk njohin barriera, nuk ndikohen nga hapësirat gjeografike,
e më ndjepërkurën se janë ura të bashkimit mes kulturave dhe popujve. Ju kanë konsideruar si një ambasador i botës kulturës dhe letrave. Ke shumë të drejtë, Tom, historikisht shkrimtarët, poetët, por edhe përkthyesit janë konsideruar ambasador të popujve dhe të kulturave të tyre, ndoshta që nga antikiteti me Homerin, me tragedianet e lashtë grek, por edhe në vijimësi me shkrimtarët të mëdhej të letërsisë klasike, po dhe asaj bashkëkohore, kanë kontribuar gjithnjë në afrimin mes popujve, mes gjuhëve dhe kulturave. Është vërtet kënaqësi për mua që vlerësohet kontributi im dhe i familjes Buçpapaj për të rritur shkëmbimet kulturore mes gjuhës së letërsisë shqipe dhe kulturës ndërkombëtare. Këtë gjë e bëjmë me shumë modesti, me shumë pasion dhe profesionalizëm. Studimet e mia të thelluara për letërsinë shqipe janë të nivelit të doktoraturës dhe tani jam në nivelin e marrjes titullit profesor. Pra, do të them që suksesi ynë bazohet edhe tek një seleksionim i letërsisë dhe i kulturës ndërkombëtare dhe së bashku me shkrimtarët, me poetët tjerë shqiptarë ne bëjmë më të mirën për kombin dhe për gjuhën tonë, po njëkohësisht edhe e kemi promovuar letërsinë shqipe në pothuajse në vendet kryesore të botës, përfshirë edhe në Kinë dhe kjo është një nga misionet më të rëndësishme të letërsisë bashkëkohore që përveç kontakteve tani zhvillimi i teknologjive, i transmetimeve digjitale, i internetit i ka afruar popujt, kulturat edhe shkrimtarët kudo që janë. Dihet që raportet mes Shqipërisë dhe Kinës, raportet mes dy vendeve dhe dy popujve kanë qenë të hershme dhe shumë miqësore. Si ndikon letërsia për forcimin e marrëdhënieve mes popujve? Mund të themi që kontaktet e kulturës dhe letërsisë shqiptare me kulturën dhe letërsinë kineze janë të hershme. Ato në një periudhë kanë qenë shumë intensive pas luftës së dytë botërore gjerën në vitet 1980, ku letërsia kineze është studiuar gjërësisht në shkolla, por edhe ne kemi studiuar si ish student letërsisë, filozofinë, dhe tashmë dihet që Kina i ka dhënë botës disa nga shpiket më të mëdha, i ka dhënë disa nga filozofët më të mëdha si Konfuci e tjerë, të cilët vijojnë edhe sot të sjellin botës vizionin e tyre dhe qëndrueshmërinë e ideve dhe filozofisë së jetës dhe të mbijetesës në nivel ndërkombëtar. Në këtë kuptim jemi të njohur, unë sidomos brezi im dhe pak më shumë se unë me arritjet e kulturës dhe të letërsisë kineze me shpikjet e saj, sepse një vend që ka shpikur, po themi, letrën, ka shpikur poezinë, makinën e shkrimit e tjera, të cilat njerëzimi tashmë është i familiarizuar me to. Pra, është një vend i shpikjeve të mëdha dhe i çudive të mëdha dhe tani po shohim që bashkë me Mojanin, që është një nobelist i shquar i prozës, por edhe me shkrimtarë tjerë modern pas viteve 1980, 1990, kur Kina pësoi një hapje ndaj kulturës perëndimore dhe tashmë letërsia kineze është e pranishme kudo në botë, përfshirë edhe mediat nacional, e cila është e vëmendshme ndaj prurjeve dhe zhvillimeve të mëdha bashkëkohore ndërkombëtare. Kjo rritje e prezencës kulturës dhe letërsisë kineze ka ardhur gjithnjë në zhvillim dhe siç thash pas viteve të 10 kjo është bërë shumë e pranishme me shkrimtarë që unë e kam parë edhe në konferenca ndërkombëtare, në simpoziume, në takime shkrimtarësh, të cilat unë marr pjesë rregullisht në Evropë, por edhe në kontinente të tjera dhe mund të themi që jo vetëm Mojan, që është një nobelist tashmë i mirënjohur, është fituesi i çmimit Nobel, por edhe autorët e tjerë si Yu Hua, Su Tong, Tan Zue e tjerë, të cilat janë shkrimtarë të një niveli ndërkombëtar dhe unë i kam lexuar në anglisht dhe i lexoj me kënaqësi. Pra, prania e letërsisë kineze është duke ushtuar dhe është duke ushtuar në mënyrë cilësore dhe me zëra autoritativ, të cilët i bëjnë ndër gjithë letërsisë botërore. Cili është interesi i lexuesit shqiptar, sidomos trive që kanë interesat shtuar për letërsinë dhe kulturën?
Po vjen duke ushtuar pas një periudhe, po themi, ftohje dhe distancimi me librin e printuar, me gazetat në mënyrë të veçantë, për shkak se të rinjtë të sotshëm ndodhen në një agresion të transmetimeve digjitale, të internetit, të përdorimit të celularëve, të atij si quhet informacioni i sipërfaqshëm, dhe mund të themi që jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Evropë numri i lexuesve të librit të printuar ka ardhur në rënje. Megjithatë, mund të themi që këto vitet e fundit ka një rigjallarim, dhe ky brez i gjimnazistëve dhe i studentëve ka një interes shumë të madh, kjo u duk edhe në panajirin e fundit të librit, ku të rit ishin të pranishme në stendet tona, po edhe të botimeve nacional, dhe po kështu edhe ndaj letërsisë kineze ka një vëmendje gjithnjë dhe në rritje, sepse jo vetëm ndaj romaneve dhe tregimeve që kanë mistiken, që kanë historinë të bazuara në një traditë të jashtëzakonshme të Kinës, por edhe në romane të tjera dhe në tregime që kanë aventurën, që kanë zhvillimet moderne, dhe kjo në një farë mënyrë letërsia kineze është e shumëllojshme, e gjallë, pluraliste, dhe kjo besoj unë është një sukses i letërsisë kineze dhe i këtij brezi shkrimtarësh që është duke hyrë në arenën ndërkombëtare. Unë është përvuar në letërsinë klasike me Homerin, por edhe me Shakespearein, por edhe me shkrimtarët e sotshëm bashkohor, që mund të themi shumë popull nuk e kanë ditur ku i bie Shqipëria, por kur kanë lexuar Ismail Kadaren, kanë marrë vesh për Shqipërinë, për zakonet, për kulturën e tjerë. Të njëjtën gjë ne kemi provuar edhe nëpërmjet romaneve të shkrimtarit nobelist kinez Mo Yan, i cili flet për vitet 60-70, për problemet e Kinës, të fshatit, të gjithë atyre problemeve sociale që Kina i kishte kaluar në atë kohë, dhe në një farë mënyrë kanë zbuluar Kinën, por ne në njëjtën gjë ne zbulojmë edhe vendet e tjera. Pra, pa diskutim që letërsia është elementi kryesor i përçimit të kulturës, i njohjes dhe i afrimit të popujve, në këtë mënyrë edhe me letërsinë kineze. Ju jeni shprehur publikisht që përpara se të njiheshit me letërsinë kineze nëpërmjet nacional, e keni njohur popullin kinez nëpërmjet specialistëve që ishin prezent në periudhën e ndërtimit të zyrtarit Vjerzës, madje keni mikpritur në shtëpinë tuaj në një fshat malor të Tropojës, disa prej tyre. Po është interesante, janë mbresat e një fëmije të shkollës fillore që krijonte kontaktet e para me disa të huaj, dhe me kinezë, i cili kishte një frymë shumë miqësore, dhe ata ishin njerëz të thjeshtë, ishin inxhinierë, ndër më të zotët ishin shkencëtarë i pjesë të tyre, dhe ata drejtuan për të ndërtuar një nga hidrocentralet më të mëdha në Ballkanet, në Evropën juglindore dhe në Europë, siç ishte hidrocentrali i Vjerzës, dhe siç ishte ndërtuar atë jeta në socializëm, ku një pjesë e punojësve të hidrocentralit vinin për të ndihmuar kooperativën bujqësore për fazat e zhveshjes, misit, në punët të bujqësisë, dhe bashkë me punojës tjerë të hidrocentralit vinin edhe ekipi i inxhinierëve kinezë, dhe vllai im që punonte me ta kishte mbresat jashtëzakonshme, ata kishin mësuar pak fjalë shqip dhe mund të komunikonin, disa prej tyre që kishin më talent, dhe ishin njerëz të thjeshtë dhe donin që të iknin ajo zhurma e madhe e hidrocentralit dhe kështu, dhe shfrytëzonin edhe aksionin për të ardhur në shtëpinë tonë, dhe nana dhe babai i respektonin shumë, ju afronin me ato gjëra që kishte fshati, domethënë misrat e zirë, kumbullat e rrushi, pemet frutore që ishin në periudhën e vjeshtës shumë të begata, dhe kjo lloj lidhje na krijoi një farë ngjësie, miqësie, domethënë edhe familjare, me njohje direkte, dhe në kohën që isha drejtori i Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës në Tiranë, institucion qendror i marrëdhënieve kombëtare, marrëdhënieve të kulturës shqiptare me botën, apo të promovimit të kulturës ndërkombëtare në Tiranë dhe të kulturës shqiptare në botë, unë bashkë me ambasadën kineze kemi organizuar për disa vite javën e kulturës kineze, ku shfaqem filma, u bën ekspozita të larmishme, të arte figurative, të prodhimeve artizanale, u shfaqen disa dokumentar që jepnin jetën e gjallë të Kinës, përfshirë artin, kulturën,
gjerë edhe tek artizanati, këto format klasike që është një trashëgimi universale e popullit kinez. Pra, në një farë mënyrë, unë kam patur gjithnjë një farë, po them, jo vetëm njohje, por edhe përkushtimi për ta promovuar letërsinë kineze, jetën e popullit kinez. Dhe pas botimit të Gazetës Nacionale, të Radio Nacional, po edhe të botimeve dhe të Institutit Studimeve Albanologjike, unë përsëri kam kushtuar këtë vëmendje dhe shpresoj që të kem mundësi për të vizituar, ose jam duke vizituar për të bërë një vizitë në Kinë, për të bërë edhe sa kontakte me botues edhe me shkrimtarë të njohur kinez, pra për të bërë disa kontrata botimi, por edhe për të bërë një reportazh, ndoshta edhe një dokumentar, dhe sepse në Kinë ka qenë vllai i madh Skënderi, ka bërë një vizitë para gati 30 vitesh dhe me përshtypje të jashtëzakonshme, ka shkruar shumë poezi, ka shkruar disa reportazhe e tjera dhe mbresa të cilat e shoqërojnë gjithë jetën ku jeton në Evropë, në Zvicër. Pra, besoj që të kem mundësi edhe për të vizituar këtë vend dhe për të parë disa ose për të takuar disa nga shkrimtarët bashkëkohor kinez, të cilët unë i botoj rregullisht. Faleminderit. Ju falenderoj që po shtuat, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për ju, për pyetjet shumë interesante dhe që më dhanë mundësi për të shprehur edhe, si thua, përjetimet e mia në raport me letërsinë kineze, por edhe disa nga projektet të cilat besoj do t'i çojnë përpara vitin që vjen.